Do ta shohim në ditët e ardhshme, nëse është apo jo një sulm terrorist kibernetik, por edhe sikur mos jetë, të gjithë ata që ne na ndjekin nëpërmjet YouTube-it ose që na ndjekin nëpërmjet televizionit ose ata që na dëgjojnë, duhet të kemë parasysh që ja, kjo është ajo me cilën duhet përballet. Prandaj ne duhet të jemi gjithmonë shumë të kujdesshëm kur i përket të dhënave tona personale, sistemeve kritike të sigurisë kibernetike të një vendi, për shembull në Kosovë, që është një vend që ka Serbinë kufi dhe Serbia është e lidhur drejt për drejt dhe me rusët dhe me kinezët. Rusët njihen si të famshëm që kanë ushtrime me hakera, kupton? Investimi për sigurinë kibernetike duhet të jetë një gjë shumë e madhe. Kosova është nga kjo pikpamje sikur të ishte vendi i fundit afrikan për nga cilësia e sistemeve të sigurisë kibernetike. Shqipëria, nëse të kujtohet, u bllokua nga hakerat iranianë dhe nuk u bllokua një herë, po u bllokua në mënyrë të vazhdimshme. Dhe kjo gjë që ka ndodhur në Spanjë, në Francë dhe në Portugali duhet na bëjë gjithë ta mendojmë mirë se sa e rëndësishme është siguria kibernetike dhe çfarë efekti mund të ketë në jetën tona. Pra, nëse unë do isha sot kryetari i Bashkisë Prishtinës, i Komunës Prishtinës, unë do shikoja çdo ndodh kështu dhe do i kërkoja qeverisë që të bëjmë një provë çfarë ndodh me qytetarët nëse ne kemi një rast të tillë, pra një ngjarje të tillë, pra bllokohet aeroporti, bllokohen rrugët, bllokohen stacionet e trenit, bllokohen stacionet e autobusit, bllokohen spitalet, bllokohen shkollat, pra çka ndodh? Tek ne edhe pasulme kibernetike nuk është se semaforët nuk ndalen shpesh. Kjo është tjetër gjë, po të ndalen gjithë për një herë dhe të ndalet tjetër një vendi për një herë, aq më tepër flasim vend të madh si Spanja, kupton? Është një gjë normale, apo si Portugalia, kështu që është një rast shumë interesant. Pse në Portugali, pastaj pak më pak në Spanjë dhe vendet e tjera më pak? Mendoni që është sistemi i sigurisë më i dobët, si hallkë e sigurisë më e dobët, apo ka qenë një targetim i qëllimshëm të fillohet pikërisht nga ai vend? Shiko, duhet të kuptosh një gjë që nëse ka qenë sulm kibernetik është i qëllimshëm që ai vend. Dhe duhet të kesh parasysh që në Spanjë dhe në Portugali kalojnë kavot në New York ndër Atlantik që lidhin, sepse interneti lidhet nëpërmjet kavove në New York dhe energjia elektrike mes dy kontinente, po edhe nëpërmjet satelitëve. Pra, nëse ne kemi pas të bëjmë me një sulmi kibernetik ka qenë qëllimisht për të bërë aty për të treguar se ç'a ndodh në një rast lufte. Pra, në një rast lufte mjafton 10 minuta të tilla dhe të gjitha sistemet e komunikimit, civil dhe ushtarak, bllokohen. Dhe u bllokuan. Kanë gjithë ditën që janë bllokuar dhe nuk po zhbllokohen dot. Dhe po flasim për dy vende të rëndësishme, të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian. Cilat grupe apo shtete kanë potencial, kanë mundësi,